kryeministri Edi Rama vendosi të mos ja dorëzojë drejtësisë ish-ministren Belinda Balloku. Si e komentoni ju këtë veprim? Praktikisht i gjithë fjalimi që sot ka mbajtur kryeministri Rama nuk i dedikohej mbrojtjes së Belinda Ballukut, por mbrojtjes së vetes së vet. Sot Edi Rama ka mbrojtur veten e tij nga të gjitha akuzat që përveç se i drejtohen ish zëvendës kryeministres dhe ish ministres së infrastrukturës, tashmë vetëm deputete, është ai, mbas të gjitha akuzave, është vetë kryeministri i Shqipërisë. Pra, ajo që unë gjykoj është se sot Edi Rama ka bërë mbrojtjen e vetes vet. Zonja Memeli, përse nuk e lëshon Rama Ballukun? A ka diçka nga e cila friksohet? Absolutisht po. Është ajo çfarë unë thash më përpara. Edi Rama i friksohet, ose më saktë u friksohet të gjitha akuzave që i rëndojnë ish zëvendës kryeministres, sepse praktikisht janë akuza të gjitha drejtuar tij. Mbas çdo afere, mbas çdo korrupsioni, mbas çdo skandali që është folur deri më sot dhe që praktikisht janë të faktuara nga prokuroria e posaçme, fshihet dhe është kryeministri vet. Cili është mesazhi kryesor që Rama i dha sot SPAK? E para njëherë sot me të gjitha çfarë deklaroi kryeministri, ka varrosur përfundimisht reformën në drejtësi. Dhe ky ishte fundi i një shteti ligjor. Praktikisht mesazhi ishte i qartë, jo vetëm për SPAK-un, por për të gjithë qytetarët, që ministra, deputet apo kushdo që bën pjesë në administratën e tij mund të vjedhi, mund të fshihet mbas çdo afere, mund bëj korrupsion pafund dhe nuk mund të preket, ndërkohë që kemi absurdin tjetër nga krau tjetër që qytetarët dënohen me burg edhe për një parkim dysh. Kjo është standardi i dyfisht, kjo është varrosja e reformës drejtësi dhe ky është përfundimi dhe rënja e shtetit ligjor në Shqipëri. Ditët e fundit është folur se kryeministri ka qenë në presionin e ndërkombëtarëve për çështjen Balluku dhe pas vendimit të sotëm, a mendoni se Rama do të penalizohet? Kryeministri, në gjykimin tim, nuk e ka më legitimitetin që të jetë në krye të Shqipërisë. Praktikisht nuk ka si të penalizohet kur asgjë që ai bën e thot më tashmë nuk merret për bazë sepse nuk është më legjitime. Absolutisht që po, pezullim po, sepse ajo çfarë ai bëri sot, jo vetëm e pezullon atë, personalisht pezullon gjithë Shqipërinë, sepse këtu kemi edhe një bllokim pastaj të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe duke pasur parasysh që një nga kushtet kryesore ishte lufta kundër korrupsionit, ndërkohë që vetë kryeministri del dhe haptazi, duke hequr gjitha maskat, mbron korrupsionin që është bërë nga ish zëvendësja vet. A shënon hapa mbrapsht, po them, në procesin e integrimit të ky vendimi sotëm? Absolutisht po. Absolutisht po. Dita e sotme vendosi ose vulosi hapa mbrapa në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Zonja Memeli, së fundmi Partia e Lirisë ka depozituar një projekt ligj për uljen e çmimit të naftës. A do të merret parasysh kjo kërkesë në kushtet kur çmimi po rritet dita ditës për shkak të luftës në Iran? Partia e Lirisë ka depozituar disa projekt ligje në parlament, siç ishte projekt ligji për uljen e TVSH-s nga 20% në 5%, dhe që ishte në dobi dhe në shërbim të qytetarëve, duke marrë parasysh pagat e ulta dhe rritjen e çmimeve, sidomos të produkteve bazë të shportës. Ka depozituar projekt ligjin për sigurinë ushqimore, duke theksuar dhe specifikuar nevojën urgjente që ka Shqipëria për ngritjen e laboratorëve të specializuar në kontrollin e ushqimeve, duke marrë parasysh edhe faktin e bllokimit të sasive, tonelatave të ushqimeve
të pakontrolluara që rezultonin të ishin me nivel të lartë të pesticideve të rrezikshme, si dhe ato të kthyer nga vendet e rajonit. Së fundmi ka depozituar një projekt ligj për uljen e çmimit të naftës, që absolutisht është në shërbim dhe në dobi të qytetarëve. Praktikisht sapo filloi lufta në Iran, në Shqipëri u ndje menjëherë rritja e çmimit dhe jam shumë e sigurt që do vazhdoj edhe në vijimsi, duke i tejkaluar ato shifra. Jam shumë e sigurt që sikundër nuk u miratuan dy projekt ligjet e parë, si siguria ushqimore, si ulja e TVSH-s, nuk do të miratohet as projekt ligji për uljen e çmimit të naftës, sepse mazhoranca nuk është e fokusuar tek shërbimi ndaj qytetarëve, se si mund t'ja uletësoj jetën qytetarëve dhe se si t'i bëj ata që t'i kalojnë këto vështirësi më kollaj, por fokusi i tyre është tek aferrat, tek korrupsioni dhe tek pasurimi i mëtejshëm i një grushti oligarkësh apo edhe i deputetëve, ministrave e qeveritarëve që ne kemi sot në pushtet. Nuk ka qenë ndonjëherë prioritet qytetari për këtë mazhorancë që prej 13 vitesh nuk ka bërë asgjë tjetër veçse e ka zhytur Shqipërinë thellë më thellë, si në varfëri, si në reforma të dështuara, nuk ka marrë asnjë lloj mase për parandalime të krizave, nuk ka bërë absolutisht asnjë gjë për uljen e çmimit të ushqimeve dhe t'ju ofroj qytetarëve shqiptar një jetë dinjitoze në vendin e tyre dhe të mos t'i bëj që të marrin rrugët e emigrimit ashtu siç ka ndodhur deri më sot. Një dokumenti që po qarkullon mes mësuesve tregon një praktikë shqetësuese, udhëzime të drejta se si duhet të postojnë në rrjetet sociale për të promovuar edhe aktivitetet e Ministrisë së Arsimit. A është kjo një praktikë e izoluar apo po përdoret nga të gjitha ministrit? Shiko, e vetmja gjë që di të bëj mirë mazhoranca dhe që e ka bërë mirë në 13 vite është propaganda. Propagandën ata e kanë në perfekcion. Nuk është rasti izoluar, sepse po të shohim jo vetëm në Ministrinë e Arsimit, por në të gjitha ministrit është po e njëjta procedurë. Thjesht propagandojnë, reklamojnë, por absolutisht asnjë lloj gjëje konkrete për qytetarët. Kështu që qytetarët shqiptar nuk e besojnë më propagandën e tyre dhe propaganda e tyre i tejkalon çdo lloj limiti, ashtu siç ishte ajo e shëndetësisë falas, që praktikisht rezultoi të ishte një mashtrim i madh në fund të ditës, sepse sot qytetarët shqiptar paguajnë rreth 60% të shpenzimeve në shëndetësi nga xhepi i tyre, ndërkohë që duhet i kishin falas. Dhe kjo është shumë e rëndë për qytetarët shqiptar. Dhe ky është një motiv tjetër pse qytetarët shqiptar vendosin të largohen nga Shqipëria.